Çfarë gëzohesh kur dëgjon zëra shqiptar në muze? Dëgjojmë shumë, që është e vërteta, kohët e fundit kur janë shtu i thi, po prapë se prapë kemi mungesa te kjo pjesë. Unë di që shumë shqiptarë vi Milano, që unë i shoh edhe kur kalojnë në Piazza Duomo, edhe kur Bëjnë ato pazaret. Një pjesë rrugës, e bëjnë, patjetër në ato dyqanet e ashtu në rrugët e komerciale, po në muze që është e vërteta shumë pak. Shumë pak. Dhe kjo këtë them me keqarje të madhe. Të vjen keq për këtë gjë. Do përfitoj nga rasti që të bëj thirrje të gjitha autoriteteve, Ministrisë Kulturës, kryetarët bashkisë që të ndajnë dhe të tërheqin rinin sa më shumë pranë artit, kulturës dhe letërsisë. Se duhet të jenë aty? Çfarë do të gjejnë në atë muze? Dgjoj, siç e dini, në pikpamjen e një të riu, jeta është ndërtuar nga shumë rrugë. Dhe kështu që sa më shumë t'i afrojnë të rit shqiptar nga kjo rrugë e artit që të vlerësojnë pikturat e më të famshme të botës, nga Picasso, nga Da Vinci, nga Michelangelo,